ditë po kalojnë, edhe një afat i dytë, pas djegjes safatit parë, 30 ditor, e po djeget, që shpo e shini, pra seanca ku vendi është inexistent, e vërtet që është pra djegje e mandatit të atyre që në zgjedhur, është djegje e mundësisë, edhe kjo po ndodh nga regjimi i Kurtit, nga Kurti, regjimi i tij, për shkak se ai e ka instalu veten mbi kushtetutën, mbi institucionet, mbi çdo obligim kushtetues dhe ligjor. Mosthirrja e seancës me arsyetimin se nëse s'ka marrëveshje ndodh dhunë seancë, është vetëm alibi. Dhuna ka ndodhur, edhe një dhunë që e shpreh frustrimin, mlefin e qytetarëve, pra gjujtja me vezë për Kurtin, jo pse ka thirrë seancën, po pse s'po kandidon kryetarin e kuvendit, që është detyrë dhe obligimi i tij e i partisë tij si fituese. Pra jo pse ka thirrë seancën, po pse po na humb seancën, mandatin, pse po e djeg mandatin e deputetëve. Çështja e marrëveshjes për president, edhe kjo është një alibi. Një alibi që ndodhet qëllimshëm, pra e shtyn, edhe në këtë mandat të dytë cilin po e djeg, pra shihni, çdo 48 orë duhet thirret seanca. Nëse don zgjidhje Kurti, pra regjimi i Kurtit, me thënë drejtën është nderin e kësaj legjislature, po edhe të çdo legjislature që t'ja vazhdojmë mandatin presidentit Thaçi. Atij është marrë mandati nga një ndërhyrje ligjore dhe me kthimin e tij është nderin tonë si shqiptar, si kom, jo për shkak ndonjë afërsie partijaka politike, po për shkak një kundërpërgjigje të armiqve të Kosovës që kur nuk flajnë, që t'ja vazhdojmë mandatin. Ka edhe x opsione tjera, mos me mbajt për në Kosovën. Pra, po e thënë edhe njerë, armiqë nuk flajnë, regjimi i Kurtit po dënë me enunë gjumë Kosovën në interes të armiqve. Ju falenderit.